të cilat nuk kanë marrë pjesë në seancën e thirrur për presidentin. Mirëmbrëma Djellza, dhe a ka më deputet që janë brenda Kuvendit Kosovës? Mirëmbrëma dhe për juve, aktualisht nuk ka më deputet që janë brenda Kuvendit të Kosovës, me qenë se me njëherë sapo i kanë përmbyllur deklarimit e tyre edhe kanë dalë. Gjithashtu vlen të theksohet se të gjithë opozitarët të një zëri kanë qenë kundër thirrjes së nesërme për seancën që do të bëhet qysh prej orës 10. Në radhë të parë, kryetari i PDK-s Betri Hamza ka thënë që edhe seanca që u mbajt sonte, që ishte jashtëzakonshme, ka qenë një shkelje e rëndë e kushtetutës dhe cila cënon stabilitetin dhe rendin politik të shtetit. Ai tha se po ashtu nuk do të marrin pjesë në seancën e nesërme, me qenë se i bie që të shkelet kushtetuta edhe nga ana e tyre, me qenë se do të zhvillohet për raundi i dytë për zgjedhjen e presidentit. Ai shtoi se PDK-i ka ofruar mundësi vetëvendosjes që presidenti të jetë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, por këta të fundit nuk kanë dashur pra që ta bëjnë këtë me marrëveshje politike dhe si rrjedhoje konsideron si të përmbyllur çështjen e zgjedhjes së presidentit. Gjithashtu një deklarim kemi pasur edhe nga ana e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhikut, i cili ka thënë se kjo ishte një natë mjaft e rëndë për Kosovën, duke potencuar edhe se kjo ishte një shkelje e kushtetutës dhe po ashtu një tentativë vetëvendosjes për të krijuar monopol politik mbi të gjithë shtetin e Kosovës. Ai po ashtu para mediave ka shfaqur edhe letrën ku tha që Lidhja Demokratike e Kosovës i ka ofruar 15 nënshkrimet që i ka kërkuar vetëvendosja për të siguruar kandidaturën për president, mirë po kjo ishte hera parë pra që e shfaqi një letër të tillë që sipas vetëvendosjes është thënë që nuk është shfaqur pra një qëndrim i tillë i LDK-s për të treguar se janë pro nënshkrimeve për kandidatura dhe ai një herë edhe e përgënjeshtroi pra vetëvendosjen se i ka ofruar këto kandidatura, po ashtu u pyet nëse këto nënshkrime kanë qenë për kandidatën Vjosa Osmani, mirë po ai tha se mund të ketë qenë Vjosa Osmani, mirë po mund të ketë qenë edhe ndonjë kandidat tjetër. Një deklarim kemi pasur edhe nga shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nga Besnik Tahiri, i cili po ashtu potencoi se kjo seancë që u mbajt sonte ishte antikushtetuese dhe nuk duhet të ndodhë as nesër dhe asnjëherë tjetër, me qenë se kjo është një shkelje më e rëndë që ka bërë Kosovës gjatë gjithë historisë së saj dhe po ashtu tregoi që nesër nuk do të marrin pjesë në seancë, do të mbahet prapë qysh nga ora 10. Po ashtu kemi pasur edhe një deklarim nga ana e shefes së grupit parlamentar të vetëvendosjes nga Arbriena Gafsi, e cila u pyet nëse seanca që u mbajt sonte ishte antikushtetuese. Ajo refuzoi të përgjigjet nëse ishte ose jo, por tha se këtë do ta vlerësojnë ekspertët që merren me çështjen e kushtetutës së Kosovës, derisa tha që seanca ka pasur korum, me qenë se ka pasur 40 nënshkrime. Ajo gjithashtu i ftoi edhe deputet që nesër të marrin pjesë në seancë. Faleminderit Djellza për gjithë raportimin sonte në edicionin special, për sigurisht edhe për ato që ke bërë gjatë ditës së sot me ditë e gjatë shkëdran edhe për gazetarët në terren.